U largua nga skena, Gentian Zenelaj rrëfen problemet me shëndetin. Aktori i dashur për publikun shqiptar Gentian Zenelaj ka ndarë një histori të papritur që e detyroi të shkëputej për disa muaj nga skena teatrale. Shkak për këtë u bë një incident i pazakont, ku i përfshirë ishte qeni i tij, Zigi. Gjatë një interviste, Zenelaj tregoi momentin kur një shëtitje rutinë me qenin përfundoi me një dëmtim serioz. Ishte një ditë e bukur nëntori, data 5 nëntor, po shëtisja qenin. Qeni im pa një qen rruge, a një mace, nuk e di se çfarë. Më tërhoqi, s'isha as në celular, se tani është bërë celulari edhe kur ecim problematik. Jo më në makinë. Rëzohem dhe thyej këmbën në 2 vende. Rrëfeu aktori. Përballja me këtë situatë nuk ishte as pak e lehtë. Fillimisht, ai nuk e kuptoi shkallën e dëmtimit dhe mendoi se ishte një tërheqje muskulore. I thash kam përshtypjen, kam një tërheqje. Qeshi doktori. Tha, futu të bëjmë një grafi. Tha ke 2 thyerje, kujton ai. Pavarësisht dhimbjeve dhe vështirësive, Zenelaj nuk e lejoi këtë incident ta pengonte në angazhimet e tij profesionale. Ai tregoi se sapo doli nga operacioni u rikthye menjëherë në emisionin e tij televiziv. Pra jam operuar dhe kam dalë direkt në emision. Çunat më bën ca rampa me dyer që të ngjitesha, ishte tmerr i madh. Isha me 2 paterica, ishte siklet i jashtëzakonshëm, rrëfeu ai. Një nga gjërat që e shqetësoi më shumë ishte fakti që shumë njerëz kishin bler bileta për të parë në teatr. Ishin 600 bileta të prenotuara. Më vinte shumë keq për njerëzit. Njerëz që kishin bërë plane për ta parë, kishte ca që kishin ardhur edhe nga jashtë, rezervimet e hershme dhe më vinte keq. Shumë, o zot, thosha. Si doja bëjmë? Përveç sfidave fizike, ky incident ndikoi edhe në jetën e tij familjare. Ai pranoi se përgjegjësitë më të mëdha ju desh të përballoheshin nga bashkëshortja e tij, Aida. Më vinte keq për bashkëshorten, Aidën. Më vinte keq për maman, sepse njerëzit, kur një mashkull, s'po e them me mburje, është pak a shumë lokomotiva e shtëpisë, gjithë bara i bie pastaj bashkëshortes. Aida në këto sprovat e mia, jo thyerje, klavikule, bryli, jo gjëra që i ka rënë rasti disa herë, që ta marr ajo komandën në dorë dhe unë gjej rastin ta falenderoj publikisht për durimin që ka me mua, për kushtimin që ka. Me gjithë sfidat dhe dhimbjet, Zenelaj e kaloi këtë periudhë me humorin dhe optimizmin që e karakterizon duke u rikthyer fuqishëm në skenë dhe ekran.